Horoskopi ditor, dashi, mund të ndjeni të motivuar për të ndihmuar të tjerët me idetë dhe filozofitë tuaja personale. Kjo është një ditë e mirë për të lidhur me njerëzit përmes bisedave, ideve dhe mësimeve, dhe gjithashtu për të fuqizuar veten përmes studimeve ose të mësuarit të gjërave të reja. Ju mund të ndjeni veçanërisht të pasionuar për një ide ose mendim që ju shkon mendja sot. Në nivel mendor, mund të kërkoni diçka më shumë ose të ndjeni të pakënaqur me mënyrën se si gjërat po ecin. Ndonjëherë mund të ndjeni që nuk jeni në të njëjtin mendim me të tjerët, por kjo nuk është një problem i madh. Në fakt, të merrni pak kohë për të pushuar mendjen ose për të reflektuar mbi situatat mund të jetë shumë e dobishme dhe madje edhe e favorshme. Kjo ju ndihmon të qartësoni idetë, të merrni vendime më të mira dhe të shmangni konfliktet e Demi, sot është një ditë e mirë për të lidhur dhe për të komunikuar me të tjerët, edhe pse mund të ndodhin disa keqkuptime ose mendime të ndryshme. Ju mund të ndjeni krenar për mënyrën se si trajtoni paratë, fuqinë personale ose marrëdhëniet e afërta, duke qenë të drejtë dhe pa paragjykime. Të tjerët vlerësojnë këto cilësi tek ju, sot mund të ndjeni më të fuqishëm sepse keni një kuptim më të qartë të situatës suaj financiare. Marrëdhëniet mund të përmirësohen nëpërmjet besnikërisë dhe besimit që tregoni ndaj dikujt. Ky është një moment i mirë për të marrë hapa për të fituar mbështetjen që ju nevojitet ose për të liruar nga ndjenja e borxhit ose obligimit që ju ka rënduar. Ndërsa dita ecën, mund të hasni shumë informacion ose informacione të pasakta që ju ngatërojnë. Ndonjëherë mund të ndjeni të hutuar mbi zgjedhjet ose alternativat që keni. Prandaj, lejojini vetes pak më shumë kohë për të arritur qëllimet tuaja dhe për të marrë vendime të menduara. Demi, kjo është një ditë për të pasur durim dhe për të përdorur qetësinë tuaj natyrore për të marrë vendime të mira. Duke vlerësuar besnikërinë dhe drejtësinë tuaj, mund të forconi marrëdhëniet dhe të ndiheni më të sigurt për të ardhmen. Binjakët, sot mund të ndjeni krenar për marrëdhëniet tuaja të afërta. Binjak. Dikush mund t'ju ofrojë mbështetje ose të konfirmojë rëndësinë tuaj, dhe kjo ju bën të ndiheni mirë. Ka një ndjenjë kënaqësie që përpjekjet tuaja për të krijuar balancë dhe harmoni në jetën tuaj do t'ju shpërblehen shumë herë. Megjithatë, mund të jeni më të ndjeshëm ndaj ndjenjave të pabarazisë ose padrejtësisë në marrëdhëniet tuaja. Fatmirësisht, aftësia juaj për të trajtuar të tjerët në mënyrë të drejtë vjen në pas sot, duke ju ndihmuar të kapërceni problemet më të vogla, ndërsa dita ecën, perceptimet tuaja mund të ndikohen nga dëshira për të bërë më shumë në jetën tuaj. Mund të egzagjerohen disa gjëra ose pretendime. Për këtë arsye, shmangni marrjen e vendimeve të rëndësishme vetëm mbi informacionin që po merrni sot. Është më mirë të përqendroheni tek mendimet më të mëdha, ndjenjat dhe vizionet, dhe të lini detajet ose vendimet konkrete për një ditë më të favorshme. Binjak, kjo është një ditë për reflektim dhe për të vlerësuar marrëdhëniet tuaja. Durimi, drejtësia dhe qetësia ju ndihmojnë të shfrytëzoni më mirë energjitë e ditës dhe të përgatiteni për vendime më të mira në të ardhmen. Gaforja, sot është një ditë e mirë për të sjellë balancë dhe harmoni në rutinat e përditshme dhe në ambientin tuaj të punës. Gafore. Me pak fokus dhe përpjekje, ju mund të ndiheni të fuqishëm dhe të kontrolloni situatat. Bashkëpunimi dhe mbështetja nga të tjerët janë të pranishme dhe mund t'ju ndihmojnë shumë. Megjithatë, mendja juaj mund të ndjehet e shpërqendruar. Disa detyra rutinore mund të mos ju japin kënaqësinë që prisni, ose mund të jeni duke kërkuar diçka më të rëndësishme dhe më të kënaqshme në punë, në rutinat ose zakonet tuaja. Ka mundësi të përballeni me shumë shpërqendrime dhe informacione të ndryshme, dhe kjo mund t'ju bëjë të ndiheni pak të mbingarkuar. Është e rëndësishme të gjeni një ekuilibër mes aktiviteteve të vogla që ju pëlqejnë dhe prioriteteve më të mëdha në jetën tuaj. Mos u stresoni nëse gjërat nuk shkojnë sipas planit, ndonjëherë të heqësh dorë nga nevoja për të kontrolluar çdo detaj mund t'ju ndihmojë të përqendroheni më mirë tek gjërat që kanë rëndësi të madhe. Gafore, kjo është një ditë për reflektim, organizim dhe për të përdorur mbështetjen e të tjerëve. Duke qëndruar e qetë dhe duke përqendruar energjinë tek gjërat që kanë vlerë, mund të arrini rezultate të mira dhe të ndiheni të kënaqur me përpjekjet tuaja.
Luani, sot mund të shndërroheni në një ndërmjetës i dashur, luani im. Komunikimi me të tjerët shkon më lehtë dhe mund të arrini një marrëveshje me dikë të veçantë. Përpjekjet kreative janë të favorizuara dhe mund t'ju japin një ndjenjë fuqie dhe kënaqësie. Sot, lidhja me të tjerët dhe shpreha e vetvetes janë në fokus. Megjithatë, disa ndikime të vogla të Merkurit mund të sjellin shumë informacion ose lajme të paplota që ju bëjnë të ndiheni të hutuar për vendimet e mëdha. Shmangni kapjen pas orareve ose rregullave të rrepta, përqendrohuni tek prioritetet tuaja. Mbani mend se të tjerët mund të egzagjerojnë, ndoshta pa e kuptuar, dhe nuk duhet t'i merrni gjithmonë fjalët e tyre si të sakta. Nëse lëshoni nevojën për të gjetur përgjigje të qarta sot, do të ndiheni më të qetë dhe më pak të stresuar. Virgjëresha, sot dëshira për të ndjerë rehati dhe për të shijuar gjërat e thjeshta është më e fortë se zakonisht, e dashur Virgjëresh. Mund të ndiheni të vendosur për të rikthyer paqen në familje ose për të sjellë harmoni dhe balancë në ambientin tuaj të shtëpisë. Ju jeni më të ndjeshëm ndaj çrregullimeve ose pabarazive, por dëshironi të merrni masa për t'i korrigjuar ato. Sot mund të luani rolin e ndërmjetësit ose paqebërësit, duke zgjidhur një problem me dikë dhe duke ndihmuar që marrëdhënia të rifitojë ekuilibrin. Aktivitetet e Merkurit sugjerojnë se mendja juaj mund të jetë e mbingarkuar, veçanërisht për çështjet personale, familjare ose miqësore. Sot bisedat me kuptim dhe të sinqerta janë më të favorshme se bisedat e lehta ose të pavlera, të cilat mund të duken të pamjaftueshme. Peshorja, sot keni më shumë fuqi dhe ndikim në komunikim, mësim dhe ndarje të ideve, peshore. Mund të ndiheni në rolin e një ndërmjetësi ose udhërrëfyesi, duke ndihmuar të tjerët të shohin situatën nga kënde të ndryshme. Ky është një moment i mirë për të zgjidhur dilemas ose për të marrë vendime kur shikoni gjërat nga perspektiva të ndryshme. Gjithashtu, mund të jetë koha e duhur për të rishikuar llogaritë, organizuar detyra të përditshme ose për kujdesur për gjërat e rëndësishme në jetën tuaj. Një marrëveshje e arritur sot mund t'ju sjellë kënaqësi dhe qetësi, megjithatë, ndërsa dita ecën, mund të ndiheni të mbingarkuar me shumë informacion. Gjë që e bën të vështirë të arrini përfundime të qarta. Realiteti mund të sfidojë idealet tuaja dhe kjo mund t'ju kërkojë të gjeni mënyra të shëndetshme për të shpëtuar nga rutina, si përmes mendimit të gjerë, imagjinatës ose argëtimit krijues. Me lëvizjen e hënës në shtëpinë tuaj të tretë, kërkoni stimuj të rinj mendor dhe një ritëm më të ngarkuar të aktiviteteve. Shfrytëzoni këtë energji për të mësuar, komunikuar dhe për të pasuruar marrëdhëniet tuaja me ide dhe biseda të thella. Akrepi, sot mund të ndiheni shumë të vendosur për të sjellë balancë dhe organizim në gjërat tuaja, punën ose financat, akrep. Mendja juaj favorizon rregullimin, numërimin dhe kuantifikimin e gjërave. Kjo është një ditë e mirë për të bashkëpunuar, negociuar dhe zgjidhur probleme. Ju mund të gjeni kënaqësi në kujdesin për të tjerët ose duke ofruar udhëzim dhe këshilla. Të mbani nën kontroll pronat, parat ose punët tuaja mund t'ju jap një ndjenjë fuqie dhe pavarësie. Ju keni vendosmëri dhe fuqi personale për të marrë vendime të rëndësishme sot. Megjithatë, disa ndikime të Merkurit mund të sjellin perceptime të egzagjeruara ose pretendime që pengojnë gjykimin praktik. Për këtë arsye, është më e mençur të mbani gjërat të thjeshta dhe të përqendroheni tek realiteti i përditshëm, duke lënë imagjinatën të shprehë kreativitetin në mënyra të tjera. Kjo ditë ju ndihmon të menaxhoni burimet tuaja me kujdes, të reflektoni mbi prioritetet dhe të ndërtoni hapa të sigurt drejt objektivave afatgjata. Shigjetari, sot keni një aftësi të veçantë për të ndërmjetësuar dhe negociuar. Shigjetar, edhe nëse hasni disa vështirësi në komunikim, personaliteti juaj shkëlqen dhe të tjerët tërhiqen nga aftësia juaj për të krijuar harmoni dhe marrëdhënie të këndshme. Ju ndiheni krenar dhe më të fuqishëm kur shprehni mendimet dhe ndjenjat tuaja, dhe kjo ju bën të dukeni shumë tërheqës në sytë të tjerëve. Qëllimet tuaja personale dhe profesionale marrin hovë sot, dhe mund të ndiheni optimist për atë që mund të arrini në të ardhmen. Megjithatë, mund të ketë disa shpërqendrime të vogla që pengojnë fokusin tuaj në çështjet më të rëndësishme.
Ndonjëherë informacioni i tepërt mund t'ju shqetësojë, prandaj është mirë të filtroni ato gjëra që nuk janë urgjente dhe të përqendroheni tek prioritetet tuaja. Të menduarit kreativ dhe aktivitetet e lira janë të favorshme sot. Lejoni imagjinatën dhe ide të reja të dalin në pa. Lëvizja e hënës në shenjën tuaj mund të sjellë në sipërfaqe ndjenja që nuk i keni shprehur ose njohur më parë, duke ju dhënë mundësinë të reflektoni mbi emocionet dhe nevojat tuaja personale. Sot është një ditë për të kombinuar urtësinë, sharmën dhe energjinë tuaj për të arritur rezultate pozitive, duke ruajtur qetësinë dhe balancën në çdo marrëdhënie ose situatë që hasni. Bricjap, sot, bricjap, vëmendja juaj është më shumë tek e kaluara ose jeta private. Mund të ndiheni të zënë duke rishikuar përvojat e mëparshme dhe duke kërkuar mënyra për të mbyllur ose për të dhënë zgjidhje çështjeve të pazgjidhura. Kjo është një ditë e mirë për të reflektuar mbi atë që ka ndodhur, për të kuptuar mësimet dhe për të vendosur gjërat në ekuilibër. Jeni veçanërisht të ndjeshëm ndaj çfarëdo mosbalance dhe keni dëshirë të rregulloni situatat që ndihen të pasakta. Nëse mendimet juaj kthehen rreth e rrotull, përpiquni të shmangni shqetësimet e panevojshme dhe të përqendroheni tek gjërat pozitive. Nuk është koha për rutinë të lodhshme. Nëse ndiheni të ngecur, kërkoni mënyra kreative për të rigjallëruar ditën tuaj. Mos u mbani fort pas orareve të ngurta, lejoni imagjinatën të udhëheqë. Mendoni në mënyrë të madhe dhe më pas bëni rregullime sipas nevojës. Fokusi sot është mbi rinovimin emocional, duke ju dhënë mundësinë të ndiheni më të qetë dhe të rigjeneruar. Ujori, sot, keni një ditë të favorshme për të sjellë harmoni dhe paqe në një miqësi ose për të vepruar si ndërmjetës midis të tjerëve. Mund të ndiheni krenar për aftësinë tuaj për të lidhur njerëzit dhe për të krijuar marrëdhënie të këndshme. Ky është një moment i mirë për të fokusuar energjinë tek qëllimet që ju bëjnë të lumtur dhe që ju mbushin me motivim. Megjithatë, duhet të përgatiteni mendërisht për shpërqendrime të mundshme. Mund të ketë një situatë të egzageruar që lidhet me një mik ose grup, ose informacione të pasakta që qarkullojnë mes rrjeteve tuaja sociale. Sot nuk është dita e duhur për të marrë vendime të mëdha vetëm mbi bazën e asaj që dëgjoni. Përpiquni të jeni të kujdesshëm dhe të përqendroheni tek gjërat që mund t'i kontrolloni vetë. Në përgjithësi, dita është e favorshme për të ndjerë forcën e bashkëpunimit dhe për të përdorur aftësitë tuaja sociale në mënyrë të mençur, duke mbajtur qetësinë dhe ekuilibrin emocional. Energjia juaj mund t'ju ndihmojë të zgjidhni keqkuptime dhe të krijoni lidhje më të forta me të tjerët. Peshqit, sot mund të merrni vëmendje të veçantë për përpjekjet, punën ose arritjet tuaja. Mund të ndiheni të fuqizuar kur drejtoni ose udhëzoni të tjerët dhe është një ditë e mirë për të menduar se çfarë dëshironi të arrini në të ardhmen. Çdo gjë që është e padrejtë ose jashtë ekuilibrit tani duket më e dukshme, ndaj keni mundësinë të vini gjërat në vend. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm ndaj egzagerimeve që mund të shfaqen sot, dhe të shmangni marrjen e vendimeve të mëdha vetëm mbi bazën e asaj që dëgjoni. Ritmi i ditës mund të jetë i gjallë dhe ndonjëherë pak hektik, veçanërisht në mjediset profesionale. Keni kujdes që të mos thoni diçka që mund të interpretohet gabimisht. Është po ashtu e rëndësishme të gjeni momente për të çlodhur dhe për të rimarrë energji. Me hënën që hyn në sektorin e reputacionit dhe përgjegjësive për disa ditë, ndjenja juaj për prioritetet forcohet dhe ambicjet tuaja bëhen më të qarta. Sot mund të përdorni energjinë tuaj për të rritur fokusin tek objektivat e rëndësishme dhe për të ndërtuar rrugën drejt suksesit afatgjallë.